Ushqimi është njëkohësisht problem dhe zgjidhje për planetin. Mënyra se si e prodhojmë, shpërndajmë dhe konsumojmë ushqimin është në rreth të shumë krizave globale, nga shëndeti publik e deri te ndryshimet klimatike, por mund të bëhet edhe baza për një të ardhme shumë më të drejtë dhe më të shëndetshme. Këtë mesazh e përçon raporti i ri i komisionit Eat Lancet, votuar në vitin 2025, që përfaqëson vlerësimin më gjithëpërfshirës shkencor të sistemeve ushqimore botërore. Ky dokument është një përditësim i raportit historik të vitit 2019 dhe synon të përcaktojë themelet për një dietë të shëndetshme dhe të qëndrueshme, që mund të ushqejë 9.6 miliard njerëz deri në vitin 2050, pa të kaluar kufit planetar të qëndrueshmërisë ekologjike. Komisioni Eat Lancet bashkon ekspert nga 17 vende, shkencëtar të fushave të bujqësisë, ushqyerjes, shëndetësisë, ekonomisë, drejtësisë sociale dhe mjedisit, për të formuluar rekomandime të bazuara në prova për politikbërësit dhe opinionin publik. Qëllimi është të krijohet një sistem ushqimor global që siguron ushqim të mjaftueshëm, të shëndetshëm dhe të përballueshëm, duke respektuar kufit ekologjik të planetit. Në raportin e vitit 2019, Komisioni rekomandoi një dietë të bazuar kryesisht në produkte bimore, me përfshirje të kufizuar të proteinave shtazore. Kjo qasje u kritikua për koston e lartë në disa vende në zhvillim, por raporti i ri përmirëson rekomandimet me më shumë fleksibilitet kulturor, ekonomik dhe rajonal, pa devijuar nga objektivat kryesore të shëndetit dhe qëndrueshmërisë. Sot bota prodhon mjaft ushqim për të ushqyer të gjithë popullsinë, por rreth 3.7 miliard njerëz, gati gjysma e popullsisë, nuk kanë qasje të qëndrueshme në një dietë të shëndetshme. Mungesa e ushqimit, varfëria dhe ndotja e mjedisit po thellojnë pabarazitë globale. Në të njëjtën kohë, sistemi aktual i prodhimit të ushqimit është një ndër kontribuesit më të mëdhenj të krizës klimatike. Ai gjeneron rreth 30% të emetimeve globale të gazrave serë, konsumon mbi 70% të ujrave të ëmbla, përshpejton humbjen e biodiversitetit dhe ndot tokën e oqeanet përmes përdorimit të pesticideve dhe antibiotikëve. Kështu, ushqimi ndodhet në qendër të konfliktit midis shëndetit njerëzor dhe atij planetar. Raporti propozon dietën e shëndetit planetar si model të ushqyerjes që mund të transformojë sistemet ushqimore. Baza e saj është bimore, por e përshtatshme dhe fleksibël për kultura e rajone të ndryshme. Sipas llogaritjeve të Komisionit, adoptimi global i kësaj diete mund të ushqejë të gjithë popullsinë e parashikuar për vitin 2050. Të ulë rrezikun e vdekjes së parakohshme me 27%, të parandalojë rreth 15 milion vdekje në vit dhe reduktoj ndjeshëm rastet të sëmundjeve kronike si kanceri, diabeti tipi 2 dhe sëmundjet kardiovaskulare. Pjata e përditshme sipas Eat Lancet përbëhet kryesisht nga drithra të plota, fruta, perime, bishtajore dhe arra. Përdorimi i proteinave shtazore lejohet në sasi të moderuara. Mish i kuq vetëm një herë në javë në sasi të vogla, peshk ose pul 2 herë në javë, me peshkun si opsionin më të preferuar, 3 deri në 4 vezë në javë dhe qumësht ose produkte bulmeti 1 herë në ditë. Ndërkohë sheqernat e shtuara, yndyrnat e ngopura dhe kripa duhet të reduktohen ndjeshëm për të ulur rrezikun e sëmundjeve metabolike. Nëse kjo dietë do të adoptohej në shkallë botërore, emetimet e karbonit nga ushqimi do të uleshin me mbi 15% në krahasim me vitin 2020 dhe deri në 20% nëse do të përgjysmonim mbeturinat ushqimore dhe do të përmirësonim teknologjitë e prodhimit. Kjo do të sillte gjithashtu 7% ulje të përdorimit të tokës bujqësore, lehtësim për biodiversitetin dhe ekosistemet natyrore dhe më pak presion mbi burimet ujore dhe kimikatet bujqësore. Raporti thekson se ndryshimet klimatike nuk mund të zbuten pa reformuar mënyrën se si prodhojmë dhe konsumojmë ushqim. Megjithatë, një transformim i tillë kërkon adresimin e pabarazive strukturore. Sipas Christina Hicks, profesore në Universitetin e Lancasterit, pa drejtësi sociale, asnjë transformim i sistemit ushqimor nuk do të jetë i plot apo i qëndrueshëm. Komisioni kërkon politika që garantojnë akses të përballueshëm në ushqim të shëndetshëm, paga të drejta dhe kushte të sigurta pune për punëtorët e zinxhirit ushqimor dhe përfshirjen e komuniteteve të marginalizuara në proceset vendimarrëse. Sot, 30% më i pasur i popullsisë botërore është përgjegjës për 70% të presioneve mjedisore që vijnë nga sistemet ushqimore. 1/3 e punëtorëve të bujqësisë fitojnë më pak se paga minimale, ndërsa miliona fëmijë dhe gra janë ende të përfshirë në punë të rënda dhe pa përfaqësim në sindikata. Raporti i vitit 2025 nuk kufizohet në ushqim, por kërkon një ndryshim të plotë të sistemit, nga mënyra si e prodhojmë ushqimin te mënyra si e ndajmë dhe konsumojmë atë. Kalimi drejt një diete të qëndrueshme si dieta e shëndetit planetar kërkon politika kombëtare të koordinuara, investime në bujqësi të qëndrueshme dhe edukim ushqimor që nis në shkolla. Në fund,
It Lancet thekson se ushqimi është mjeti më i fuqishëm për ndryshim që ka njerëzimi. Ai mund të përmirësojë shëndetin, të mbrojë mjedisin dhe të reduktojë pabarazitë nëse përdoret me mençuri dhe drejtësi.